Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Falënderojmë Allahun e lartësuar, i vetmi është ai i cili meriton të adhurohet. E shëjtrojmë vetëm Allahun të lartësuar. Salavatet, selamet, përshëndetjet, si gjithëria përcjell me pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve të ata që e pasojnë. Lusim Allahun e lartësuar që edhe ne ta pasojmë dhe të shkojmë rrugës tij mbrapa inshallah deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, të nderuar motra, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Përfitoj nga rasti që ta lus Allahun e lartësuar që përmes këtij emisioni të TV Spektrit, audiencës, shikuesve, vëllezërve dhe motrave, që uroj Ramazan të lehtë, të begatshëm, me shpresë Allahu i lartësuar të gjitha këto të mira dhe begati të cilët i ka rezervuar gjatë këtij muaji të bekuar për besimtarët, natyrisht të vendose në peshojën e veprave të mira, e ato vepra në ditën e gjykimit e lutim Allahun xhaleshanuhu xhalla xhelaluhu që të dëshmojnë në favor dhe për neve. Mos e bëv Zoti xhaleshanuhu që jetën me veprat që jetojmë këtë botë të jenë argument nesër në ditën e gjykimit kundra neve. Të nderuar vëllezër dhe besimtar, në këtë paraqitje të shkurt dëshiroj nga një hadithi profetit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam të interpretoj dhe të nxjerr disa mësime të cilat tërheqin vërejtjen edhe si shumë ajete koranore, por edhe tradita profetike na mëson se fjala ka kuptim vetëm kur prodhon vepër të mirë. Domethënë, fjala pa vepër në Islam nuk është e pëlqyer, ajo gjikohet dhe në aspektin e etikës edhe moralit Islam konsiderohet e dëmshme dhe e padobishme për besimtarë, shoqërinë dhe njerëzimin. Ka një hadith i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam i cili thotë kështu: thotë vërtet Allahu e urren burrin që është ose njeriu që është tepër orator, që është tepër elokuent, retorik, atë që luan me gjuhën e tij, ashtu si që lëviz lopa gjuhën në gojë. Kështu është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky hadith përcjell mesazhe të cilët duhet ta prekin ndërgjegjen tonë, duhet na vetëdijsojnë neve se oratoria pa kuptim, oratoria që nuk i shërben një qëllimit dhe një mesazhit i cili synon me ndërtu një vepër të mirë, një familje të mirë, një edukat me përcjell të dobishme për një shoqëri më të mirë, është e gjykuar dhe në aspektin islam konsiderohet si pjesë e karakterit të dobët të një njeriu. Me që ne tash ja dhe këtu sonte për një mes mediumi, po përcjellmi një komunikim dhe mesazh që lutim Allahun xhaleshanuhu që të dobishëm për veti e edhe për besimtarët, duhet të kujdesemi që në bazë të porosive të cilët i nxjerrmi nga hadithi, që oratoria jon, nasihati jon, retorika jon të shërbej qëllimit të mirë dhe qëllimit të dobishëm. Ta themi që në fillim se hadithi në fjalë nuk e denoncon oratorin në vetvete, por e promovon dhe e nxit një retori e cila thash është e dobishme. Kryesisht hadithi në fjalë tërheq vërejtjen për atë pjesë të oratorisë, gojtarisë, elokuencës, e cila
përmban teprime falsa, zbukurime gjuhësore, artificiale, të cilës shpesh herë përcjellin me ngjemallësi, shpesh herë të ndërruar vëllezër dhe xhamat përcjellin edhe arrogancë. Prandaj këtu ku hadithi pejgamberit alayhis salatu vesselam ka përmend termin el-belig, që në arabisht do të thotë që është diçka e rrjedhshme, e qartë, që do të thotë retorike pastër, që na duhet se cilët prej neve kur komunikojnë me tjetrin dhe komunikojnë me publikun. Këtë lloj të dersit, të nasihatit, të oratorisë, Islami e nxit. Dhe hadithi na fton që të jemi të kujdesshëm që gjatë bisedave tona, gjatë komunikimit, gjatë fjalimeve tona, mos ta përdormi oratorinë e shtirur, ose oratorinë sipërfaqësore, për cilën kena për qëllim jo masën, jo turmën, jo besimtarin, jo auditoriumin, por kena për qëllim vetën tonë, për të arritur autoritet individual, për të dukur më të mençur se sa të tjerët, ose përmes paraqitjeve tona publike, përmes oratorisë së sofistikuar, dëshirojmë ta nënçmojmë dëgjuesin, ose e përdormi gjuhën tonë për ta mbuluar sinqeritetin tonë. Por ato dietarët edhe ulemaja ka thonë, keni kujdes, një shprehje të urtë, se gjuha shërben për të treguar mendim. Në rastet të caktuara, gjuha mund të shërbej edhe për të fshehur mendimin. Manipulon me idenë edhe e fsheh mendimin, asinon ke diçka tjetër. Dhe në rastin e tretë, në variantin më të keq, ka njëherë gjuha shërben për të treguar se ti flet diçka mos ki fare mendim. Prandaj, hadithi në fjalë, këtë natyrë të komunikimit e denoncon dhe dëshiron që paraqitjet e tona publike, çfarë do qofshin ato, po edhe këtë të nasihatit dhe komunikimit përmes medjave, që ta ketë për qëllim masën, auditoriumin dhe të shprehet qartë qëllimi dhe mesazhi për cilën ne dëshirojmë ta përcjellim të tjerët. Ka përdorur arabisht një shprehje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu e dyta gjë, takhallalu bilisanihi. Do të thotë që kjo nënkupton shprehjen, kjo shprehje nënkupton lëvizjen e gjuhës. Sepse siç e thamë edhe më herët në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos luj me gjuhën tonë gjatë të folurit, ashtu qysh e lëviz lopa gjuhën. Do të thotë, ky krahasim ka një përçmim, ose i vendos në një situatë shumë të vështirë dhe e nxjerr në pa sinqeritetin, jo sinqeritetin e komunikimit edhe oratorisë së individit. Prandaj, thënë të drejtën, kjo shprehje e lëviz gjuhën, domethënë sikur lopa, nënkupton lëvizja e tepër e gjuhës, një shprehje dhe një artikulim të egzageruar, të mbështjellur me fjalë të mira, të cilët më shumë hutojnë se sa udhëzojnë. Më shumë ka artificialitet se ka seriozitet. Dhe këtë pjesë të komunikimit, hadithi në fjalë e denoncon fuqishëm. Pra, një njeri i cili përmes paraqitjes publike, sinon të shfaqet me fjalë e jo me udhëzim. Tani, nëse ne kemi për qëllim këtë paraqitjen tonë këtu, vetëm fjalën për veten e jo udhëzimin,
hadithit a thot se jena duke e lëviz këtë bisede sukur lopa qësh e lëviz gjuhën e vetë në gojën e saj. Prandaj hadithi e ka pru krahasimin me lopën, sepse kjo është një krahasim përçmues pedagogjik, ka porosi pedagogike që tregon mungesën e thellësisë, fjalë pa kuptim, lëvizje pa kuptim, edhe formë pa përmbajtje. Për fund keq, jemi të porositur nga etika e komunikimit në islam, që t'jetë ajo e thjeshtë, që t'jetë e sinqertë, që t'i shërbej njerëzve dhe që t'i shërbej kuptimit të mirë për një jetë më të mirë për të gjithë një. Lusim Allahun e lartësuar për agjerim të shëndetshëm, të lehtë dhe të pranuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.